Zotëri, zbatohet në mënyrë të përpikt urdhri i Iluminatit për të varfëruar shqiptarë dhe për t'i katandisur në sklepër. Është ai urdhër. Po brenda atij urdhri është dhe vjedhja, grabitja galopante që i bën Edi Rama lekëve të shqiptarëve. Po vjedh në mënyrën më të pa skrupull, se nuk është i pashqetësuar në vjedhjen që bën, se s'ka kush të kërkojë llogari, nuk e kontrollon njeri, nuk funksionon prokuroria, nuk funksionon spaku, nuk funksionon kontrolli i lartë i shtetit, nuk shikojnë ku vjen parat, sa fitojnë, sa humbasin, sa shiten, sa blihen. Absolutisht asnjë. Thjesht bën çfarë do qepi Edi Rama me 5 kalimxhi që ati që rregullojnë ato letrat për të qenë i garantuar nga letrat dhe vazhdon vjedhja. Pak kanë bërë. Unë shpresoj, po parashikoj që Edi Rama ta çojë 2500 lekë të vjetra naftën, ta çojë dhe 3000 naftën, se duan të heqin makinat. Këtu është gjithë problemi. Të hiqen makinat private dhe për këtë bëhen. Nuk bën se plasi lutar normus. S'ka asnjë lidhje. Fare nuk ka asnjë lidhje. Ne kemi naftën tonë. Pse do rritet, çka kanë? Pra rritja është artificiale, teknike. A mendoni se nëse e rrit çmimin e naftës deri në këtë lloj vlere, shqiptarët do të ngrihen dhe do ta përmbysin? Fare, absolutisht shqiptarët nuk ngrihen. Po pse? Shqiptarët do të janë si gruri, e hedh në zjarr dhe digjet, nuk kërcet. Ndërsa popujt e tjerë janë si mitri, kërcet, singelet asgjë në kush. Shqiptari duron ndihmë deri në vdekje. Siç e ka duruar. Siç e duroi që brau Partia e Punës 6.000 veti pushkatoi, që internoi mira familje, që burgosi mira të tjerë, që kanë vdekur pa varë edhe nuk dihet se ku i kanë varret mira shqiptarë. Janë ngritur ndonjëherë shqiptarët? Jo. Shqiptarët janë të vdekur e të pambuluar. Pak e kanë këtë që u bën. Nuk do ngrihen shqiptarët, po ta them unë, se Shqipëri s'ka ngritur njëherë, nuk ka ngelur kush të ngrihet. Ka ngelur vetëm ata që janë administrat në rrogë të shtetit, një 250.000 vet, që i ka futur në punë për të pasur kontingjent të votimesh, 6 vote, se vota s'bën, dhe kanë mbetur dhe pensionistët që s'kan asgjë në dorë, dhe zvariten nëpër farmaci për të shtyrë qoftë edhe 2 ditë tjetër. Zoti Islami, a mendoni se kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha me protestën e sotme do ta arrëzojë Edi Ramën, sepse ka theksuar që është kilometri i fundit që ai do të bëjë për të arrëzuar një herë mirë nga pushteti? Po ai kilometri i fundit i Saliut po shtyhet ditë për ditë, edhe po mbetet gjithnjë para fundit. Po mashtrues si Saliu keni parë më? Sot është për protestë e Partisë Berisha, se parti tjetër nuk ka në Shqipëri. Partia Berisha dhe Partia e Punës. Domethënë është seksioni Berisha i Partisë Punës. Jo zotëri jo. Tallet me shqiptarë dhe miru a bën, nuk gjën kokën, nuk vë kapellën. Jo vetëm ti talli, e ti shkel, e ti dhunoj, po çfarë të doj ai të bëj? Sepse atë kokë kanë atë kapelë o Sali Berisha. Zoti Islami, çfarë po ndodh brenda Partisë Socialiste, ku pas përplasjes me Elisa Spiropalin, e cila duket se tashmë ka rënë në heshtje përballë Edi Ramës, kreu i Partisë Socialiste Edi Rama pra është kapur edhe me Tërmet Peçin, pavarësisht se ky i fundit i është drejtuar se un jam ushtari yt komandant, domethënë duke shprehur hapur servilizmin e tij. Por Edi Rama është kthyer në formën siç ju e dini shumë mirë, në formën e tij arrogante. Do të filloj nga ky i fundit. Tërmet Peçi do të ishte një krym ashtu kurrizore. Krym. S'ka shtyllë kurrizore, ka vetëm muskull. Dhe si till mund ta shkel kur të doj Edi Rama, siç është po e shkel, siç po e tall, e shfrytëzoi sa e shfrytëzoi, e la në tepelen 12 vjet Tërmet Peçin, që në fakt u bë dinastia Peçi që komandon Tepelen, që nga që Peçi i cili komandon dhe gjithë Tepelen dhe Kurveleshi, në atë rrugë eci dhe nipi i tij, djali i nipit të Shevqetit, se Tërmet Peçi është i biri i djalit të vllajt të Shevqetit, Nuros. Pra,
që Tërmet Peçi ka zbatuar pik për pik ato që i ka thënë Edi Rama. Dhe ajo fjala jam ushtari yt nuk është kot. Ajo fjala jam ushtari yt i ka thënë që unë do rri gjithnjë besnik joti. Po pse do rri besnik? Se Tërmet Peçi ka shkatëruar gjithë Kurvelesin. Ka shkatëruar atë nënë e Kurvelesit e prishi Tërmet Peçi. E prishi e kishte prishur me kohë Shevketi me planin e tij, duke i lidhur me frakozon të mesave të Shevketit, që nga Kapaneli, Zhulati, Golëri, Progonati, Legdush, Nivic, Regjin, Busmar, Salari, dhe vazhdon akoma dhe sot e kësaj dite. Dhe Tërmet Peçi ka shkatëruar atë që nuk mund të prishej në Kurveles. Atë nënë e Kurvelesave. S'ka më atje. Aty ka betur vetëm ca spiun, si puna e kryes spionit të degeneruar Ismail Guga, me kushërinë e tij Sokol Guga, band hajdutësh dhe band spionësh të deklaruar spion të deklaruar, dhe nuk ka këll që ai Tërmet Peçi që kundërvihet Edi Ramës. Do vim te Elisa Spiropali. Divergjencat e Elisa Spiropalit me Edi Ramën nuk janë as parimore, as politike, janë thjesht prishje pazaresh. Sa kohë që ke ministre e jashtë me Elisa Spiropali, që se kishte haberi fare nga diplomacia dhe as dinte fare ç'është protokolli, ajo nuk u ndje për Edi Rama. Që shumë mirë Edi Rama. Që shumë mirë kur e mori nga La Praka, edhe bëri ministre, bëri drejtore shtatimeve, bëri kryetare të kuvendit, çfarë si dha. Në momentin që Edi Rama për krau dhe nuk e lëshoi Belinda Ballukun, me të cilën siç thuhet, Gojdelika, to kanë një rivalitet të ashpër me distinta tjetrës, Belinda Balluku me Elisa Spiropalin, dhe dihet që inati i femrave është i jashtëzakonshëm që nuk shohet kurrë. Pra u prishën të pazare dhe ajo doli kundër Edi Ramës. Jo zotëri, ajo s'ka dalë kundër Partisë Socialiste dhe kundër politikës që ndiqet në Partinë Socialiste. Ajo ka dalë thjesht kundër Edi Ramës. Dhe se gjithë një arrojë, i thua ti socialiste e të gjërëm të përmëndë unë. Jo zotërisht Partia e Punës e Shqipërisë, me të tëra si që kistë, që nga Komitetit Qendror i tyre dhe deri tek ushtari me i thjesht. Janë ata, janë komunistët në krye. Ashtu po qeverisi si që qeverisi Enver Hoxha, ashtu po eliminoj si që eliminoj Enver Hoxha, vetëm se këta kanë ndryshuar metodën. Nuk i vret më shteti pra agitacion propaganda të çojnë në spac, po i vë të vriten me njëri tjetrin. I thurin intriga të tilla që ti përplas me njëri tjetrin grupet rivale, se kemi grupet e Elbasanit, të Durrësit, të Shkodrës, gjithandaj ka. Këtë bën, për çfarë sundo? Dhe e ka realizuar, se shqiptarët e mëdhej nuk e kuptojnë që ky është një përbindës që është rrezik kombëtar. Se kuptojnë, kur mos e kuptofshin, ata paguajnë. Zoti Islami, kur mendoni se do të goditet Belinda Balluku nga Spaku në mënyrë të drejtë për drejtë? Asnjëherë. Duke qenë se para disa ditësh janë kryer 35 kontrolle me urdhër të Spakut të afërmëve të saj në bizneset ndryshme dhe në vende ndryshme. Në këtë rast, apo përgatit Spaku dosjen ndaj Belinda Balluku në atë mënyrë që ta kopësis një herë e mirë për të kryer një goditje finale? Po që ka penguar deri tani Spaku, ka 2 vjet që diskutohet edhe po del dhe ai klouni sa u do arrestohet, ku janë arrestimet, ku janë? Ku janë më? Që penguar me këtë tallën? Jo, janë të tërë në unison, të tërë janë për të mbrojtur Belinda Balluku, në fakt për të mbrojtur familjen Balluku, janë në fakt për të ruajtur këtë status quo që kanë pasur, që kanë dhe që vazhdojnë ta kenë pushtetin në dorë të tyre. Nuk e shet Belinda Balluku reseve që Belinda Balluku, ato që ka vjedhur, që thonë se ka vjedhur, se ushteti se kam parë që ka vjedhur, po ato para që ka shpërdoruar, po e them kështu, Belinda Balluku i ka vjedhur, këtë po e themi ka Edi Rama në xhepin e tij. Dhe kjo është e sigurt, e ka garantuar. Dhe prandaj bëhet dhe kjo politikë ekonomike në Shqipëri dhe ky shfrytëzim, kjo vjedhje e tmerrshme e pasurive kombëtare, që të pasurohet Edi Rama, është bërë padisha Edi Rama. Dhe i lumt,
ka mbështetjen e Amerikës, se Amerikanët e po i mbështojnë. Amerikanët e mbajtën e Enverin në 46-ën, i thanë rritin pushtet dhe pa pikë turpi në mënyrë më të pafytyrë, ikën në 46-ën ambasada angleze dhe amerikane, ikën nga Shqipëria dhe e lanë populli shqiptar në dorë të gjelatëve komunistë. Pra janë fajtor direkt amerikanët në këtë pikë. Dhe mos e më dalin sot që kur janë miqë tanë. Nuk janë miqë tanë. E amerikanët i ke vetëm për të marrë, për të grabitur. Dhe që në thonë ku vete nafta e shellit, nafta e shpiragut. Se po vete në Amerikë nafta e shpiragut. Pa një lek, pa unë matur sa shkone si shkone. Pare, këtë bëjmë. Dhe ne këtë të keqe kemi kryesisht e kemi nga amerikanët. Dhe ta thonë, nuk thonë mo jam anti-amerikanë. Nuk jam fare anti-amerikanë të të ri. Po shikoj që ka vepruar Amerika dhe në sot. Të rojtë ambasadat në 25-26, kur ikën, ja la Shqipërinë në dorë blokut komunist edhe sërb në Titos edhe Stalinit, na pranoj që ne të vuanim të rjetën, si po vuajnë dhe sot e kësaj dite nga komunistët, dhe nuk ndihet fare, nuk me nasimas. Hiq vetëm në kuadrin e llafeve, edhe shqiptarët kanë një fatkeqësi të madhe që duhet ta themi, ngopen me nuk bosh. Amerika s'do të rritë që merr, nuk të jep. Amerika vetëm merr. Pra, në këtë situatë ne jemi të dënuar dhe nga Amerika.